Kosova ka kualitetin dhe potencialin për të kualifikuar direkt nga vendi i parë në kampionatin botror, kështu ka deklaruar mesfushori Lindon Emrllahu në një intervistë për Telegrafin. Emrllahu ishte i suspenduar në barazimin 0-0 ndaj Slovenisë, megjithatë luajti si inkuadruar në fitoren e madhe të Kosovës në udhëtim te Suedia 0-1. Ylli i Kluzhit në Rumani në një intervistë për Telegrafin deklaroi se Dardanët morën 3 pikë të arta në Suedi, ndërsa duhet të jenë të bashkuar që të realizojnë ëndrrën. Ndeshja me Suedin ishte një fitore shumë e madhe për ne duke marrë parasysh renditjen në tabelë. Kemi marrë 3 pikë të arta dhe të vazhdojmë kështu të bashkuar drejt ëndrrës së madhe. Kosova vazhdimisht ndërvite problemin ky që ka pasur te mesfusha. Megjithatë, me ardhjen e yjeve si Elvis Rexhbeçaj, Leon Avdullahu dhe Veldin Hoxha, mesfusha është bërë pika më e fortë e jona. I lumtur me këtë kualitet të mesfushës po ndahet dhe Emrllahu, i cili e pranoi se po e ka të lehtë të kuptohet me bashkëlojtarët e rinj. Mesfusha tani ka shumë kualitet, secili lojtar luan rolin e vet dhe në fushë besoj që kuptohemi shumë mes vete. Nuk është as pak e vështirë të luash aty ku ka kualitet. Ish futbollisti i Ballkanit gjithashtu beson se Kosova mund të kualifikohet direkt nga vendi i parë, ndërsa konfirmoi se me bashkëlojtarët vazhdimisht po e diskutojnë mundësinë që të jenë të kualifikuar në botror. Në nëntor kemi ndeshje me rëndësi, do të shkojmë ndeshje pas ndeshje dhe të paraqitemi sa më mirë që është e mundur, edhe pse jo të kualifikohemi direkt nga vendi i parë. Shpresoj shumë që do të arrijmë këtë gjë. Normal është diskutim pasi që kur ke mundësinë edhe bisedimet ndodhin mes lojtarëve, është ëndër që të shkojmë në botror, kemi kualitetin dhe potencialin për ta bërë këtë. Emrllahu ndër të tjera foli dhe për periudhën që këtë edicion po kalon te Kluzhi, skuadër që nuk e nisi mirë sezonin, por këto ndeshjet e fundit ka filluar të përmirësohet. Ai nënvizoi se synimi vetëm i Kluzhit është dalja në Evropë, kurse personalisht ka për qëllim që të përmirësohet edhe më shumë si futbollist. Edicioni nuk ka filluar shumë mirë për ne, patëm vështirësi në disa ndeshje, por tani kemi nisur ta marrim veten si ekip. Synimi këtë sezon është dalja në Evropë dhe besoj që do ta arrijmë në fund të sezonit. Forma ime dita ditës po shkon duke u rritur dhe synoj të vazhdoj me këtë ritëm. Gjithashtu dua të shënoj dhe asistoj sa më shumë që të mundem, përfundoi ai për Telegrafin. Emrllahu vazhdon të jetë një ndër lojtarët që preferohet shumë nga Foda me teknikun gjerman që po jep zakonisht minuta pavarësisht që nuk po e nis nga fillimi, shkaku se përballë ka dyshen që po luan në Bundesligë, pra Elvis Rexhbeçajn dhe Leon Avdullahun. Kujtojmë se Kosova në nëntor udhëton për në Sloveni dhe pastaj pret Zvicrën në Fadil Vokri.